Ky fëmijë është një hutaq, nuk e ka mendje në vend edhe nuk bën për shkollë. Ky ishte gjykimi i mësuesit për 7 vjeçarin Thomas Edison, por ai nuk e dinte se me cilën nën kishte të bënte. Nancy Edison nuk lejoi që i biri të etiketohej si i shastisur, hutaq apo i paaft, por ai shkoi në shkollë edhe u përball me mësuesin. Thuhet në një nga biografitë për Thomas Edison, sikur ajo i tha: "Djali im ka më shumë mend në gishtin e tij të vogël se sa ke ti në kokën tënde." Megjithatë, këto janë gojdhëna, por një gjë është e sigurt, në një nga biografitë për Edisonin thuhet sepse ajo ishte shumë e mërzitur dhe inatosur me mësuesin. Ajo e mori djalin për dorë, e largoi nga ajo klasë dhe u bë mësuesja e tij në shtëpi. Për vite me radhë nuk i mësoi vetëm shkencën, por i dha besimin se ai mund të ndriçonte botën. Vite më vonë, shpiksi i llampës do të shkruante fjalët që mbetën në histori. Nëna ime ishte krijuesja ime. Ajo ishte aq e vërtet, aq e sigurt tek unë, sa unë ndjeva se kisha dikë për të cilin duhet të jetoj, dikë që nuk duhet ta zhgënjej. Këtë 8 mars festojmë për nënat që shohin përtej notave dhe vlerësimeve të botës, për ato që bëhen buroj kur të tjerët na quajnë të paaft. Thomas Edison ndriçoi botën sepse një nën refuzoi të fikte dritën brenda tij. Prandaj sot, në këtë ditë të nënës, dua t'ju them diçka të gjitha nënave. Fjalët tuaja kanë fuqi. Fjalët tona kanë fuqi. Mos u lot duke krahasuar fëmijët e tu me të tjerët, por fol mbi ta, fjalë jete dhe bekimi. Thuaj ti mundesh kur të tjerët i thonë që ti nuk mundesh. Thuaj ti vlen kur të tjerët e i bëjnë të pavler. Thuaj ti je i aftë kur të tjerët e zhvlerësojnë. Perëndia ka vendosur potencial brenda teje. Dhe fakti që ato vlejnë nuk është thjesht një mendim pozitiv pa asnjë bazë, sepse ne jemi krijuar në imazhin e Perëndisë dhe Perëndia ka gdhendur në secilin prej nesh ato aftësi dhe dhunti që na bëjnë ne që të krijojmë edhe të drejtojmë këtë botë me mençuri. Ndonjëherë gjërat që ndryshojnë historinë e fëmijëve nuk janë gjërat që i thuhen nga jashtë, por është thjesht besimi i një nëne. Gëzuar 8 marsin dhe bëu ajo nën që lufton për fëmijën e saj. Ndoshta ti sot je duke rritur një Edison dhe nuk e di. Zoti ju bekoft dhe nëse nuk më ndiqni, por ju pëlqejnë materiale të tilla që lidhin shembuj nga jeta reale, histori frymëzuese, motivim, gjithashtu vlerat e jetës dhe përditshmërinë me besimin dhe me botën shpirtërore ose aspektin shpirtëror të jetës, atëherë ju ftoj që të më ndiqni. Ndiqemi në videon tjetër.